njerëzit që funksionarët që i kemi nuk e di të cilës parti janë. Edhe pak ma bën dallimin kjo. E di që është Glen, është njeriu i koalicionit tonë edhe që mundemi patjetër të adresohemi për një problematikë ose për një punë të mirë. Kështu që edhe si lëvizje demokratike s'është se e kemi synimin edhe pse mendoj që si parti Kaqëri qëndrojmë shumë mirë. Mua më vjen shumë mirë që kam një rreth të njerëzve, njoh njerëz, kontaktoj njerëz të cilët çdo ditë i takoj, më vijnë në zyre që duan të jem pjesë e Vlenit. Nuk mendoj se ne duhet t'ju ushtrojmë presion që ata duhet të dalin publikisht, sepse kontributi në një parti nuk është vetëm që të dalësh edhe të bësh një foto. Mendoj që në shumë forma kontributi tyre mund të jetë. Unë ja respektoj secilit backgroundin që ka, punën që bën, bagazhin profesional, edhe nuk bëjmë shtypje të tilla. Është mirë që ata japin kontributin e tyre në parti ose në koalicionin tonë. Por që besoj se tani më shumë shpejt mendoj se do kemi. Afrimet mbas zgjedhjeve, mbas rezultatit fenomenal, për zgjedhje legale do jap dorën se ka qenë rezultati fenomenal, por afrimet mbas zgjedhjeve, mbas këtij rezultati, krejt janë interesgi. Nuk mendoj kështu, nuk pajtohem me këtë. Okej. Me Drejta jote. Po, nuk pajtohem me këtë. Ndoshta ka edhe të tillë të cilët duhen të përfitojnë, po ka shumë njerëz të cilët kur më vinë në zyre janë njerëz me tituj akademik, profesor, doktor, të cilët janë edhe në një moshë të shtyer, janë moshë me prindin tim, janë njerëz të papunë. Edhe mua kjo më shqetëson.